dashur, po e vazhdojmë përsëri rrukimin tonë në Milano të Italisë. Sonte jemi në lagjen Brera, një ndër lagjet më të bukura dhe artistike këtu të Milanos. Kjo lagje pra konsiderohet shumë e bukur dhe artistike për rrugët e saj të ngushta me kaldërm, por gjithashtu edhe me këto ndërtesa të cilat po i shihni tashmë në pamje, por gjithashtu edhe për atmosferën e shumë të lokaleve këto. Por ne, si gjithmonë, do vizitojmë edhe sot një restorant shqiptar, se cili është ai, vazhdojmë të na ndiqni deri në fund të emisionit. Shikues të dashur, siç edhe ju thash më herët, do e vizitojmë një restorant të shqiptarëve në Milano. Pra nuk jemi në Shqipëri dikon, pasi e pajt edhe pikturën e Ismail Xhimajit, por jemi në Milano, në Osteria del Gambero Rosso, bashkë me Agimin dhe Valbona Kurtin. Faleminderit shumë që na keni prit këtu, kaq mirë. Por gjithashtu edhe me një pikturë kaq të bukur. Jemi në mes të Milanos, në restorantin tuaj. Gjithmonë krenaria jonë. Është vërtet kënaqësi me ardhur këtu, me qenë pranë jush normalisht në restorantin tuaj, por edhe me pa Ismail Xhimajin këtu me njerë në hymje të restorantit. A ka pas komente? A e ka njoft njerëzit? Tjetër, kush ka ardhur nga Kosova, kanë menduar fillimisht që është një restorant tipik italian, një stili vjetër milanes, edhe kur ka pa Ismailin kanë ngel, ka qenë befasi e vërtetë. Po ata të hujt, a kanë pas pyetje? Të hujt e kanë parë, e kanë kuptuar që është ku është lidhja me Shqipërinë. Nga pa Shqipërinë, gjithmonë nga pa Shqipërinë dhe gjithmonë kanë komentuar. Pse është një flamur shqiptar të restorantit fjalë. Po. Është një restorant vërtet i mrekullueshëm, gjithashtu edhe ushqimit dhe gjitha. Mikpritja që e gjeni këtu. Është kënaqësi që si gjithë shqiptarët, por që vërtet e ndjeni veten kaq ngrohtë këtu kur të vini. Ju pyes se si ka filluar gjithçka, si keni vendosur me hap restorant Zotri Agim? Është tash e 25 vjet përpara. Jemi në shtator të 2000-shit. Unë punosha diku një lokal tjetër që është afër San Siros, një restorant shumë i bukur. Ishin gjithë futbollistët e Milanit, Interit, Berlusconi, bella gente. Edhe dikush që kam pas punë përpara, një zotëri që kishte një 4-5 restorante, e hapi lokalin këtu, Osteria del Gambero Rosso, edhe më tha, do vishim patjetër të dua këtu. Më mbushim atë, erdha, fillova në shtator 2000-shit, në fjalë. Edhe që e ke bo vendimin e duhur. Që atëherë me fjalë, pastaj mora një kvot vogël, një 5%, punë 5-6 vjetësh,
gjithçka ndryshoja, ishte një zotëri që ishte një zotëri burr, vërtet një zotëri më të vërtet nga Toskana, Giuseppe Giuntoli. Ky ishte i moshën nuk e kishte lokale të tjera, fëmijët që kishte tre goca nuk janë ishin fort për lokale, e mora, e vendosa i u futon edhe mora unë me djalë lokal. Nga 2011 që jemi vetëm unë edhe zonja ime. Nuk ishte e lehtë. E vërtet e lehtë nuk ishte absolutisht. Hapat e para kanë qenë shumë vështira, po. Pastaj dikur kur e kena marrë ne këtu ka qenë koha më e keqe, ishte momenti që në botë po ndodhte ishte kriza botërore e bankave, që de facto në Amerikë gjithçka këtu ishte një kantier Milano po jatiste për Expon 2015. Ishte një kantier i gjallë. E qenë në vërtet tepër e vështirë, po ja dolëm, kishim Shumë mund, por që ja ka drejt. Ndoshta shumë edhe shumë pasion nga ana agimit. Po. Përmendi Zoja Valvona disa sfida, po e dim që keni pas edhe disa sfida si çift kështu në fillimet e juaja, që nëse kishte me na tregu pak historinë e juaj dashurisë. Në agimin jam njohur në 99-ën, edhe jemi martuar në 2000-shin, agimi punonte gjithmonë në fushën e restoracionit. Kur erdha në Itali nuk ishte lehtë, siç nuk ka qenë lehtë për asnjë që ka në fillim, mungon familja, mungon çdo gjë. Pastaj u futëm kësaj pune. Ka qenë shumë e vështirë. Hapat e para kanë qenë shumë vështira. Si çdo punë, pero them që jemi këtu ku jemi sot. Zotria Agim i përmendë më herët ato yjet e futbollit, por gjithashtu edhe yjet e tjerë që vinë këtu në Osteria del Gambero Rosso. A më dush më na përmend pak? Pa ka shumë bella gente, ka shumë njerëz famoz, ka shumë njerëz që jemi shumë edhe ne manit me edhe vetë, po ta marrësh. Zotria Agim i përmendë më herët yjet e futbollit, por që besoj që ka edhe shumë yjet e tjerë botror që vinë dhe vizitojnë këtë vend. Për fat, më të madhe me të vërtet, ndoshta kemi qenë me fat, o nuk e di, po me të vërtet kanë kaluar kaq shumë vipsa sa edhe ne vitin vet. Është Jo vetëm shqiptar. Jo vetëm absolutisht, jo vetëm shqiptar. Bile se bukur kësaj pune kjo është, që gjithmonë mes njerëzve jo vetëm famos. Po. Po ne kemi pas vërtet nderin në shumë personazhe. Bile Si filluar nga këngëtarët tonë, shqiptarë që na qanë zemra. Në thënë kur ka ardhur Dua Lipa në fillim, nuk e besonim dot. Po ishte parë në solli grupi, ne jemi shumë miq me Warner Music, grupi Warner Music edhe Universal Music, presidentët atyre janë klientë tonë. Edhe detyrimisht që janë klientë tonë, miqësi e vjetër që kanë ardhur këtu gjithmonë, edhe sa herë që vishin këto grupet, ne bishin. Nuk e besosh kur na tha një ditë një zotëri që në telefonin Krisa, në telefonet jemi 15 veta, edhe do të sjell një artiste, po është një artiste që nuk e njeh. Tash po si quhet, ku më ke sjell? Dua Lipa. Po është e jona. Edhe ajo nuk e dinte që ne ishim shqiptarë. Më shkosin kështu me këtë në anglisht, shqip si ishte italisht edhe anglisht, edhe i fola shqipun duas, si po flisa ajo kështu tha. O ju një shqiptar, ja shumë të gjatë që mbajmë në gjithmonë. Na ka ardhur, jo vetëm një herë, 2-3 herë të tjera. Edhe me babajn, Dukagjinin, prindit, vllajn, motrën. Një prezencë fizike, fikse. Sa që vite Milano, ka pasar gjithmonë. Ava Max. Tash është bërë shumë e madhe. E presim gjithmonë, Besoj që do të vi prapë. Patjetër, shpresoj. Po si e menaxhoni shërbimin ndaj klientëve? Atëherë, me qenë që shërbimi është për mendimin tim është, atëherë në rrafar është kuzhina, një vjen se anë mirë. Kryet fut. Pastaj pjesa tjetër mund ta mirë, po nëse nuk ishte bërë mirë, është e kishte kokë. Mund të gjithë natën, nuk ka kuptim, nuk ka sens. Duke qenë që kjo është një punë që duhet të pëlqej. Po duhet ta duash. Është kokë ti mund të mundohesh gjithë ditën, po nëse nuk e bën që ta kesh për zemër që të bi e lehtë, ti e bën kështu kur bën me mundim edhe klienti e percepton me fjalët e mundimit tënd. Kurse kjo është një punë që të pëlqej, do të pëlqej ti gjithmonë me njerëz me kontakt, njerëz është gjë kaq e bukur, Më vjen keq që tash ky brezëri e qyn për turp, apo ç'u bën. Kamerë nuk është që është vetëm thjesht për kamerë, kjo është
me pas, do me këtu me ke të bësh, me çfarë njeriu ke përpara, ke një zotëri, ke një djaltëri, ke një që ka qef të tallet, që të bësh shaka me të. Ne kemi klientë që kthehen edhe mbas 10 vitesh. Po, është jo vetëm ajo, po është Amerikan, australian. Ajo është e bukur, kur ato kthehen në Milano dhe të telefonojnë, thonë we are coming, tonight we are 10 person. Wow, është kaq e bukur. Se kjo është puna jonë, kjo është ajo rezultati I punës tonë, për kushtimi që kemi për klientin. Kemi qenë dhe me fat në një pikë që kemi pas shumë djemë të mirë që punojnë. Atje, me fat. Dhe vërtet I kemi në krah. I kena marrë djemë të ri, djemë që nga patën, që shikon që se këtu kalojnë shumë njerëz. Po jo të gjithë dojnë bashkë. E duan këtë punë. Shikon, dika, ja, kemi rastin e Iliri që është që I shërbeje pak më para. Bën 15 vjetë që punon këtu këne. Zeni. Kemi Shkilzeni që ka qenë, kur kemi marrë, ka qenë 18 vjeçar. Vinte këtu bashkë me një djalë italian edhe I ofroshëm limoncello. Ai ishte një djalë që kishte punuar diku këne, kishte bërë ekstra. Ditë 2, në 3, tash fal. Ne po pinim që do dalë limoncello bashkë, po nuk e dim si come che ti chiami. Kjo më tha Shkëlzen. Nga Shqipëria. Edhe që aty të punë javë e morëm Shkëlzen, nuk punuar. Ishte 18 vjeçar, tani ishte 33 vjeçar. Është më I miri, që në vërtet ka durësëri. Ka familjen vet, ka dy fëmijë mrekullueshëm, një nuse po ashtu. Jetojmë të gjithë, jemi... Si një familje, alla fine. Po ju dy, në punë? A përlojni? A zjeni në njëre? Atër, zjemi. Aq sa duhemi, aq dhe zjemi, po në fund të punës duhemi shumë. Por gjithçka shkon mirë, duhemi shumë. Zjemi nga herë. Ajo është e mira. Po si? Domethënë, kemi kaluar atë tash. Jemi mësuar. Atëherë është më bili që unë e lej kaloj, se jam unë... Dikush duhet me lëshu pesh. Shumë gjumer. Unë gjithmonë. Zotri Agim dhe zonja Valbona, si e bëni përzgjedhjen e menys? Dhe a ka ndonjë ushqim që e keni që nga fillimi I hapjes restorantit? Përzgjedhja e menys nuk është diçka krejt natyrale, se do ndjekësh stagjore, këto stinët në fjalë. Është ko e dimri, do vesh barazato, që është një mish biçi, një mish që zihet fjalë rosbif, që zihet për shumë kohë me temperaturë 2-3 orë, me polenta, është kopra verë, do vesh asparagj, është ko verë, do vesh një ushqim të lehtë, një carpaccio, një tertonato, është gjithçka ndjekës stinët në fjalë. Edhe mbasi si mundohesh të përshtatesh edhe menun. Po cila janë planet e së ardhmes për Osteria del Gambero Rosso? A keni plan me u zgjeru? Po, planet janë gjithmonë, është kënaqësi. Atëherë, ideja është që një ditë ne do të kthehemi në Shqipëri. Ëndra jon. Ajo është ajo ëndra në kaseto që kemi ne, që një ditë do kthehemi në Shqipëri. Po kur do jetë ditë nuk po e dim akoma. Ndërkohë Milano ne kena patur edhe kemi bërë eksperiencë tjera, kemi patur për 2 vjetë kemi patur një lokal super bukur në Lago Maggiore. Një lokal që ishte në të vërtet që na ka qarë zemra kur e lam, si ishte pamundur, meqenëse që nuk ishte në Milano, ishte e vështirë I menaxhosh të dyja edhe u drum. Ndoshta ka qenë edhe për kushtimi më shumë këtu. Po pikërisht, se këtu ne ky është biznesi jonë. Tu ishte gjithçka, kemi bërë gjithçka, kemi gjithçka nga. Na njohin më shumë këtu. Këtu është që po të vish përpara kishin një klientel që ishin që kalamajt vegjë kanë ardhur. Sot janë rritur të martuar me kalamajt e tyre, që vinë që është ky ndrim I brezave që vazhdon të shkojë përpara, që është diçka shumë. Po ëndra jon ajo është. Një ditë një Gambero Rosso në Shqipëri. Ndoshta edhe në Kosovë. Se jo. Edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, kudo që vini ju presim, faleminderit shumë. Pra, edhe shikuesve po ju them që kur do të vini në Milano, duhet patjetër me ardh tek Osteria del Gambero Rosso dhe me pas një mikpritje kaq të mirë nga Valbona dhe Agimi. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit juve.